Dhe takojmë sërish bashkë këtë hera në këndin e gatimit. Mirëmëngjes zonja Vjolca. Mirëmëngjes Niki. Ju përshëndesim të gjithë që po na ndiqni nga ekrani. Mirë se erdhët në emisionin ton. Dhe sot do të bëjmë një tortë të kripur me orizë. Për gjithë ata që nuk u bën mirë brumi, Do të përdoret fare miell i bjerë brum. po, ne do ta përgatisim me orizë, me kunguj të njom, me qep, me 3 kokra vezë, me 4 lugë pana, po edhe një qik më shumë nuk ka fare problem. 150 gram djath pice, mos u trombi, është vetëm djath i picës që do ta lidhi, se nuk kemi ingredientë të tjerë. Krip, piper të zi, kam këtu një qik qumësh, e lë më njanë, jo se është pjesë përbërëse e recetës, po do ta shohim se si do të na veproj kur të bëjmë atë kremin. Nëse do duhet edhe një qik qumësh, mund t'i vendosim, por dhe mund mos t'i vendosim. Këtu kam zjerë 320 gram oriz, 80 gram për person, për 4 persona po gatuajmë. Sa minuta? Vetëm 8 minuta. Nuk do të arrim ta zjejmë orizin plotësisht, për arsye se do të filloj nëpërmjet lëngut të kungujve. Madje kam zgjedhur ato kunguj që janë pak më të shtrenjtë, më jeshil, por ju mund ta bëni me një kungull të zakonshëm, me kungull të njomë. Tani, orizit nuk i kam hedhur fare yndyrë. E gjithë kjo do të gatuhet me 4 dhe në 5 lugë vaj ulliri. Këtu kam 2 kokra deshtash vezë. Kështu është konditon. Ishte rada e vezëve më duket. 2 kokra qep mesatare, të cilat do t'i kaurdis me 2 lugë vaj ulliri. Do t'i kaurdis pak, aq sa të mos kenë më, si zakonisht që kaurdisun 2 lugë, jo më shumë, ja kaq. Me një lugë do të lyejmë tavën. Po e lyeva tavën? Po, dhe 2 lugë të tjera do t'i hedhim brenda. Prandaj gjithsej, prap jemi ke 4 lugë yndyrë. Krip, piper të zi dhe të gjitha do të përfundojnë në një tas. Mbas tasit, të gjitha në një tavë, do t'i pikim në furn temperaturën 180 gradë për 30 minuta. Dhe, mbasi ta lëmë 10-15 minuta që të ftohet, mund ta nxjerrim si një pastiqe shumë të shijshme, ose si një tortë. Pamjen e ka si tamam njësoj si do të ham tortë, por do të ham një ushqim të shëndetshëm. Kemi proteinat nëpërmjet djathit dhe nëpërmjet vezëve, pjesën e orizit, karbohidratet, po. Kështu që janë të mirë menduara të gjitha, themi, çfarë mund të kemi në një gatim. Si aromë kemi vetëm pak fare rozmarin, shumë pak dhe piper të zi. Në pjesën e dytë kemi dhe një recetë tjetër, që ndoshta unë nuk do të rekomandoja asnjëherë që këto të gatueshin të dyja në një ditë, ose të serviren të dyja në drek. Jo, secila veç e veç mjafton me një sallatë jeshile me domate, me kastravec, nga ato më të thjeshtat, ju mund kaloni një drek të shkëlqyer. Madje pjesa e recetës parë që po gatuajmë me oriz, mund të jetë për një mëngjes të vonë, për ndonjë që ka harruar të hajë mëngjesin ose e ka marrë me vete, mund ta bëjmë këtë recetë edhe në porcione individuale, dhe mund ai mëngjesi që është i vonë, që mund të ham njërë nga ora 11 e pastaj ham në orën 5, shumë bukur, mund të zënësohet me këtë tortë ose me këtë pastiqe, nëse mund ta quanim në këtë formë. Se kur themi tortë, mendojmë se është diçka e ëmbël, por që tartat dhe tortat të gatuhen me përbërës dhe produkte të ndryshme, qoftë edhe të kripura. Mjafton që ne të përmbledhim aty dhe të dimë që i kemi produktet me vlera ushqimore. Ndaj, nëse ne flasim tani për kungullin, ne kemi thënë disa herë për vlera që ka, përveç se ka si të madhe ujë dhe përdore dhe në dieta të ndryshme, dhe supat i kemi përdorur me kungull. Në pas orizi që duhet patur kujdes tek zjerja e orizit, nëse ne shumë e kalojmë zjerjen, ato enzimat më pas shpërbërja e tyre nuk na ndihmojnë për të patur një metabolizëm të mirë, të rregullt. Është e vërtetë. Vështirësohet edhe tretja dhe dukemi sikur kemi ngrënë shumë edhe të ngarkuar, na shfaqet si lodhje. Atëherë, këtu do të hedhim 4 lugë pana, bashkë me vezët. I largojmë të gjitha. Do të hedhim pak krip.
mendoj që është mjaftueshëm, se i kam hedhur edhe pak orizi që krip ka zier, okay. tek orizi. Hedhim këtu pak rozmarin, piperin e zi, këtu do të hedhim dhe 2 lugë vaj ulliri. Mbasi 2 lugë i kemi keqepa, Po, ketë një suqepo, se vjen dhe thahet. 2 mjaftueshëm. Mbaruan të gjithë ingredientët. Qepa, edhe një çik fare. Të zbutet. Gati besoj për të shkruar. Kungujt nuk do t'i prekim fare, direkt do t'i hedhim në tavë bashkë me djathtin që kemi. Madje kungujt i vendos edhe në një çik ujë në pak krip për të hequr lëngun. Po jam e interesuar, lëngu më duhet, për arsye se së bashku me pjesën e lëngshme dhe të vezës, do të më mpiksi dhe do të kaloj ai procesi për të uzier akoma një çik orizi, se është vetëm 8 minuta. Edhe ai vetë përthis besoj që. Ndërkohë që ju e dini të gjithë, orizi do 14 deri në 16 minuta për t'u gatuar. E heqim dhe qepën. Sa është tharë dhe është larguar lagështia që qepa ka? Në këtë moment do ta lëm të ftohet apo s'ka problem te orizi? Trazojmë këtu dhe pastaj lëm edhe një çik të ftohet. Duhet të ftohet për arsye se na mpikset veza që tani, duke trazuar me ingredientët e tjerë. Ja, do ta trazojmë këtu. Pra për zierje është vetëm orizi që është gjysmë i zies, thua jo deri në fund fare procesi i zierjes. Po pra, se unë nuk sot ta lëm edhe pjesën tjetër sigurisht. Nuk mund ta lija 8 minuta dhe të rria të prisja, se ç'a do bëja? Duhet të bëjmë ndonjëherë në një punë kështu para përgatitore. Këtu. Shumë bukur. Këtu tani vendos djathtin. Kur i shohim këto recetat, zonja Vjota, thimua sa që thjesht pas ka qenë dhe si nuk e kemi gatuar ose si nuk e kemi menduar. Do të shkri në momentin që do të jetë në temperaturë të lartë, do të shkri, kështu që do të ulet volumi këtu, për sa i përket djathtit, po dhe kungullit. Këtu do të mbushet kjo plot edhe thua se ç'a u bë. Por më vonë do ta shikoni që me trash tava për ta përmbajtur. Në fakt, peshorja kungullin kam një çik më shumë kungull. E trazoj. Po nuk ka problem, nëse na tepron në shtëpi janë visave, ky është kungull që për shembull ose dhe sallatë. Ky lloj kungulli që kam unë dhe nëse tepron bëhet edhe sallatë. Edhe sallatë, sepse është lloji i kungullit që mund të hahet edhe kështu. Dhe shumë i mirë, shumë natyral në këtë formë, pa e pjekur ose pa e skuqur ose pa e. Por edhe në supë në fakt përdoret si kungull, si lloj bashkë me kungullin tjetër. Dhe ndonjëherë është ajo ideja që kungulli, sidomos kungulli i verdh për shembull, është që krahasojmë me një kokërvez me një kuintal kungull, sepse mendojnë se nuk ka vlera për krahasimohet. Por me dietologën kemi arritur në një bisedë të tillë dhe në një konkluzion të tillë që jo, kungulli ka shumë vlera, madje edhe ashtu siç është në formë të pjekur apo edhe në formë supe, kungulli i verdh dhe kungujt e tjerë janë shumë të pasura me vitamina. Përveç se ka një sasi të mjaftueshme uji, që na bëjnë shumë mirë për organizmin, përdoren në shumë variete, mos edhe tek fëmijët e përdorin atë kungullin e verdh, edhe në ushqimet e para të ngurta tek fëmijët me pak qumësh dhe është shumë ushqim i mirë, shëndetshëm. Tani zonja Vjolca ka hedhur pjesën e vezëve. Po, madje unë e shtova dhe qumshin, për arsye se më mbush një çik si shumë ky tasi. Dhe realizojmë tani gjithë përzierjen e përbërësve, ndërkohë do më lejosh zonja Vjolca të bëj një përmbledhje të tabelës, sepse i shfrytëzuam dhe unë sa herë shfrytëzojmë duke sikur anëvita të harrojnë dhe u ikën ndonjë përbërës. Tort e kripur me oriz dhe kungull është receta jone e parë. 325 gram oriz, 400 gram kunguj të njom, 2 kokra qep, 3 kokra vez,
150 gram djath pice, 4 luggjelle pana, 5 luggjelle vaj ulliri, rozmarin, arë muskat, krip, piper i zi. Tani unë po, e trazojmë mirë për bërjen. E hodha dhe atë kungullin tjetër, nuk e lash fare për salat, se me të edhur atë kremin që përgatitëm, nivelli ullë, ja, sheko? Pra nuk du t'jetë dhe shumë e lëngshme, po dhe shumë e trashjon. Jo. Ti lëmë hapësirë, si thuash, dhe komën si orizit që të vazhdoj procesi. Vetëm se duhen trazuar mirë, nuk duhet të kryot asnjë boshlik me oriz, pa kaluar veza dhe djathi me panë. Unë e hodha dhe një 50 ml shqumësh, juve edhe ju mund t'ja hedhni. Tani do t'a mbush këtë tavën plot. Ma mbaj që këtë? Niki, që tasin.Ës mos lëviz të tavën. është i bukur kështu dhe në pamje. Edhe kur të pritet, besoj. Sa e thjesht? Shumë e thjesht. Ndaj thash që një kur i shohim këto recetat kaq të thjeshta, themi ua si nuk e kemi ditur dhe si nuk na ka shkuar në mendje të sajomin të krijonim një recetë të tillë. Ja pse duhen disa ide të tilla në mënyrë që ne të përfshim edhe në një perim për shembull që nuk e konsumojmë shpesh. Zakonisht kur gatuajmë kungullin kemi hedhur dhe koper për shembull në ndonjë. Po, edhe këtu mund të hedhim. Përdorur rozmarinën, si aromë me sa, edhe arë. Mund të hedhni dhe kopër, po unë e kisha me rozmarin. Ka që ishte? Do të vendosim në furrë, në temperaturën 180 gradë dhe gjithë shka do t'jetë gati për 30 minuta. Në pjesën tjetër, por në pjesën e dytë do të arrim të provojmë, ndërkohë ka pak publicitet, imi enda në pjesën e parë në gatimet e para, le themi të kësaj dite, takomi pas publicitetit. Ja ku takojemi sërish bashkë, në fakt në tryez kemi nxjerrë përbërësit e recetës së dytë, sepse na duhet të fillojmë punën për ta përfunduar atë në pas në pjesën tjetër. Çfarë është kjo recetë, zënjërica? Është një gjell, është ashtu gati gjell, po janë pene me mish pule dhe me speca. Janë shumë të shishme. Përbërësit për të realizuar këtë recetë janë 350 gram, 320 gram mish pule, filet. Është një kompleks erzash, një mix erzash, ku kemi kumin, kemi pak spec djegës, piper të kuq, piper të zi dhe pak rigon. Plus krip, që bë kripa? Ja, këtu e kemi. Heqim këta, plus krip. Kemi 2 lloj specash, speca të kuq dhe speca jeshil, të prerë kështu në shirita. Edhe mishin e kemi prerë në shirita të tillë. Kemi majdanos që na duhet në fund fare. Kemi copza domate që mund të blini kutinë e gatshme, por lëngun e kam këtu dhe e shoh nëse ka nevojë, do ta shtoj, nëse jo, do të vendos vetëm këto. Kemi 200 ml pana dhe pak pene, sa nga 60 gram. Për arsye se në kompleks këto të gjithë përbërësit, pene nga firma Divela që ne i kemi këtu, do të hedhim dhe një gotë lëng pule, koncentrat, të cilin unë e kam bërë gati. Një kokër qep dhe 2 thelpi hudhër. Hudhrën do ta shtypim. Tani, të gjithë këtë mix erzash që kemi, fillojmë me pak marinimin, atë vajnë ullirit, altis. Ta nisim me marinimin e mishit të pulës. Vaj ulliri. Do të trazojmë, patjetër. Do të trazojmë mirë mishin me vajnë e ullirit së bashku. Ja, këtu. Mos jam largë edhe nuk më shohin në visat. Pra, përzjejmë, pa krip fare, vetëm vajnë e ullirit dhe mishin e pulës të prerë në shirita. Të gjithë këto erzat këtu i bashkojmë bashkë. Miksim e erzash. I hedhim tek mishi dhe i trazojmë së bashku.
do të vendosim në tigan 2 lugë vaj ullirit të tjera, që kaq është e gjitha. Ishte edhe kumin aty të erëzat? Po, edhe kumin. E fillova me kumin. Kumin dhe turmerik, me sa kam lexuar, ishin shumë të mira që në bashkëveprim me piperin e zi, pra këto 2 erëza, kur bashkëveprojnë, se kur i bashkoni, se më pëlqeu ideja që ti bashkove direkt pa i hedhur veç e veç, lëshoni një substancë piperin, quhej substancë, që lufton të kancerin. Lufton të kancerin nga më të vështirët, madje inflamacionet, infeksionet, po imagjino çfarë fuqi vepruese kanë erëzat kur ato përdoren ndoshta edhe të miksuara. Por që nuk kanë vetëm rol arome, kanë rol shëndetësor, Vlera shëndetësore. Madje shumë erëza neve i kthejmë si analgjikun që mund ta pijmë edhe si çaj. Dhe është shumë i mirë për të luftuar ose për të qetësuar ata që vuajnë nga reumatizmi. Po, edhe tani shfaqen ato shenjat e para kur prishet koha, Po patjetër. Personat që i ndjejnë më shumë. Pra, i trazuam këtu së bashku atë miksimin e erëzave dhe vaj në ullirit, mishin e pulës. Me të ngrohur pak vaj, do t'i kaurdisim derisa pothuaj se të thahen një çik. Të thahen për arsye se ingredientët e tjerë pastaj do të sjellin atë çka ne do të gatuhet plotësisht mishi i pulës. Tani në këtë pjesë ne vetëm mishin besoj se mund të kaurdisim pak. Vetëm mishin, pastaj do të fillojmë gati. Aty të titen të gjitha, apo mishin mund ta largojmë dhe të vazhdojmë me të tjera? Jo, këtu do vazhdojmë. Vetëm se tani me mishin duhet ta gatuajmë mirë. Ndërkohë që mishi gatuhet, nuk e mbulojmë. Gatimi do të mbulohet vetëm në momentin që ne do të hedhim dhe makaronat. Në fund fare, duke respektuar sigurisht kohën e tyre të nxjerrjes, janë penet e holla dhe shumë të shijshme besoj. Nga përbërësit dhe nga ajo që ka mund të sillim ndërmend se si mund të jetë kjo recetë dhe trajta e saj në fund, duket se do të diçka shumë e mirë. Këtu do të hedh edhe hudrën. 2 tepsi hudër të shtypur. Po. Pra hudrën fillimisht, pastaj qepët, dhe qepët nuk i pasi gryz këtu të holla fare, si të gatuajmë në një përgjell, po të plota si për sallatë. Po, si për sallatë, edhe qepët duhet të jenë në shirita, edhe pjesa e specave, do të jenë baras njësoj si penet. Okej. Do të jetë e lëngshme si gjella, po? Po, do të jetë pak e lëngshme. Pak, jo shumë. Ja, u bë gati dhe qepa. Por, do të hedhim të gjitha së bashku. E lëm mishin kështu pak të zbardhet, para se ta kthejmë. Do të bëhet pak krokante apo shesa të ndryshoj, sepse ai do të zjej besoj edhe me Jo, do të zjej, mishi do të zjej, po duhet që komplet lëngu i mishit të përtithet, mos jetë prezent gjatë kohës që unë do të hedh përbërësit e tjerë, se nuk dua që ta kthej në supë. Është diçka që ndoshta në një avise dhe mund ta ketë gatuar, por është shumë e shijshme. Makaronat na zgjidhin shumë punë. Na zgjidhin shumë punë, po. Nëse ne do të kemi në shtëpi, si ato ditë që ne bëm atë supën, që ishte fantastike, ishte shumë e shijshme. Besoj se ka shumë anvisa që janë dakord dhe që kanë gatuar. Ishte vetëm me speca dhe me qiqra, por doti që me makarona ishte akoma dhe më i mirë kur i shtuam pak dhe i skuqëm për arsye që mos të na zbuteshin shumë dhe mos të ktheheja i gatimit të bëhet shumë i trash. Po t'ishte tamam si një supë për stinën që jemi tani. Dhe pse jo, edhe penet mund të jenë për gjell, sepse jemi mësuar që makaronat e vogla i përdorim kryesisht në gjell, zonja Vjosa, ato në formë yjesh të vogla, apo kastelinet, ose ato në formë unazash të vockla. Ato janë për të trashur lëngun, kur... Po, shtojnë, si thua, është një përbërës. Po, sigurisht që dhe ato kanë vogla vetë. Penet kemi përdorur kështu me salca në formë pastash. Po, kjo është tamam në formë paste do dali, por njësoj si është pilafi me risotton, kjo do dali pak më lëngshme. Do t'ketë më shumë lëngë, okej. Që kanë një ndryshim, dhe kjo do jetë një gjë e tillë. Në rregull. Ne tani nuk besoj se do kemi kohë për të hedhur tani në këtë moment. Jo, unë do të vazhdoj këtu. Pra ne do të hedhim sipas radhës tani qepën edhe... Jo, qepën dhe specat do t'i hedh të treja për njerësh. Okej. Nuk i dua që edhe qepa të duket, edhe kjo
të duket po ti të gatuar. Do të gatuen ato dhe më pas do të hedhim makaronat? Më pas do të hedh makaronat, më pas do të hedh, jo, do të hedh këto. Të treja. Pastaj do të hedh lëngun e koncentratit të pulës, do të hedh panën, do të hedh makaronat, pak domate se është e gatuar, dhe t'i vë kapakun, mjafton 10 minuta dhe gjithçka është gati. Okej. Mirë, ne nuk në mbetet gjë tjetër, tani për të shkëputur dhe për të ndjekur fleshin informativ, kur të rikthehemi, do të tregojmë sigurisht edhe radhën e punë, do të hedhim edhe përbërësit tek menuja jonë, që ta keni më të thjesht për ta gatuar. Do të realizojmë dhe një proces të punës kur të rikthehemi. Takohemi pas pak. Mirë se erdhët, jemi në pjesën e dytë të këndit të gatimit këtu në Villa 24, jemi rikthyer dhe në fakt po i prisnim të gjitha zonjat dhe anvisat për t'u treguar se si do ta përgatisnim pene me pulë dhe me speca. Jemi tek mishi kemi mbetur. Si që shikoni, këtu nuk kam bërë absolutisht asgjë, vetëm kam skuqur dhe kam tharë mishin mirë. Tani do të hedhim një herësh qepën. Ndërkohë mishin e marinuam me 4 lloj erëzash, sepse shqipës duhet të ketë marrë një shije shumë të mirë në atë mënyrë. Patjetër, krip nuk i kemi hedhur, për arsye se edhe lëngu i koncentratit pulës, Knorr, ka kripën mjaftueshëm. Dhe do ta shohim, do ta provojmë, hedhim specat e kuqe. Nga një specë, nga një është një qep, një spec të kuq, një spec jeshil, dhe shiko me pak ingredient, do më thonë tigani mbushet plot. I trazojmë së bashku. Dhe i lëm pak të kaurdisen, sa të zbuten një qik. Tani të gjithë këto ingredient që kemi në tigan, si specat dhe qepa, nxjerrin atë ujin e tyre, derisa të ulim pak volumin. I rregullojmë me shumë fare pak krip, thash duke patur parasysh që kripën e kemi këtu. Pak. Lëm. Erëzat e tjera të gjitha janë prezent, madje unë i ndjej këtu. Ja, shikon, filloi volumi të ulet. Edhe pak. Ne kishim përdorëm një mix erëza, se po lexoj dhe tek menuja. Kishim piperin e zi. Po, kumin. Piperin e kuq, piperin djegës të coptuar. Po, të vogla. Piperin e zi e tham. Këto 4 erëza ishin. Edhe krip. Mirë është që ishte krip naturale. Krip malaj. U marinua mishi me këto erëza, ndaj dhe në menu e kemi shkruar mix erëzash, fillon që tek marinimi i mishit dhe me pak vaj ulliri dhe më pas të skuqëm e kaurdisëm mirë deri sa të bëhesh e pak krokante, teksa odhë më pas edhe perimet qepën edhe specat me 2 ngjyra, të kuq edhe jeshil. Jemi në këtë fazë duke u përgatitur, ndërkohë i kujtojmë anvisave se në pjesën tonë të parë kemi përgatitur tortën e kripur. Po, i hedhim një sy. Kungull. Duen 30 minuta që edhe oriz, po. I hedhim një sy. Të gatuar. Ka filluar në fakt të marrë një ngjyrë të kuqeren, por që kemi kohë deri nga fundi sa të përgatisim edhe penen me pulë dhe me speca, ne e sjellim në tryezë. Do vja edhe lëngun avash avash, besoj. Jo, do të hedh më njëherë, po për momentin e hodha avash avash, se e hedhim. Këtu kishim 300 ml, ose një gotë të madhe plot. Do të hedhim tani sa të marrë një val, që mos të vonohemi, të marrë një val, do të hedhim panën, sa po pana të marrë val, nuk mund të hedhim makaronat asnjëherë, ashtu në qoftë se do t'i zejmë dhe thjesht në ujë, nuk do t'i hedhim asnjëherë pa qenë gjithçka që do të shtoj makaronat duke valuar. Pra, filloj të valoj këtu. Domatja bashkë me lëngun dhe me copëzat e domates, besoj të dyden më vonë, dhe makaronat. Do të hedh panën. Pak.
Dhe këto recetat e kombinimit të salcave të bardha dhe të kuqe janë shumë të veçanta. Salca e bardhë tani e nxjerr akoma në pa, shiko të gjithë ngjyrat që ne kemi përdorur. Deri mishi më parë nuk dukej, kur hodhëm qepët dhe specat, tani evidentohet edhe mishi. Sa po këtu të valoj gjithçka mirë, të jetë në një valë në temperaturë të lartë, atëherë unë do të hedh makaronat, penet, pra është mjaftueshëm për 4 persona, besoj se dhe ju më kuptoni, tigani është plot. Niki të lutem, do të më sjellësh edhe kapakun, ku aty duhet jetë, ose jo është kapak tjetër, merr një tjetër në dollap dhe do t'i mbulojmë. Makaronat në këtë rast do t'i mbulojmë dhe mjaftojnë vetëm 10 minuta dhe gjithçka do t'jetë gati. Pra, siç e shohim, këtu tani po valon lëngu bashkë me panën. Hedhim makaronat, i trazojmë, pra nuk është ai procesi që ne na ndodh zakonisht, i trazojmë mirë. Do të shtojmë këtu domatet. Domatet janë të gatuara. Dhe tryeza u boshatisë, gjithçka është gati për t'i konsumuar mbas 10 minutave. Unë pse jo, do t'a hidhja dhe lëngun, po e shohim. Ja. Flas për lëngun e domates, se e kam kulluar, i kam nxjerr tullin veç dhe përbërësit e tjerë veç. I vendosim kapakun. Se po llogarisja cili kapak do t'i përkiste tigani, se tjetrën e kemi të përfshirë me... Bëmi shumë zhurmë. Tiganët e mdhenja. Sola 3, një ishte okej. Ja. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur ne për ditën e sotshme. Mbaruan të gjithë përbërësit, po bëj një përmbledhje tani. Vetëm majdanozi që do të hidhet në fund fare, thjesht për ta freskuar. Ta freskuar jep atë aromën që ne e dim tashmë çfarë arome ka majdanozi dhe na bën shumë mirë, sidomos për qarkullimin e gjakut. Qarkullimin e gjakut, po, është e vërtet. Nëse i specifikojmë se ka shumë të mira që marrim nga majdanozi, një prej tyre është dhe qarkullimi i gjakut. Tani, përbërësit e kësaj recete janë këto, pene me pulë dhe me speca. I shohim në menu 320 gram fileto pule, 4 lugë gjelle me vaj ulliri, mix erzash, 1 spec i kuq, 1 spec i jeshil, 1 kokër qep, 2 thelpinj hudhër, 300 ml koncentrat pule, 200 ml pana, 1 kuti domate, 220 gram makarona pene. Këto ishin përbërësit e recetës, i kemi përfunduar të dyja recetat në kohë rekord, pra na ka zgjatur shumë pak, si thuash, përgatitja e tyre, sepse të tilla janë dhe recetat në fakt. Nëse do të llogarisnim kostot, nëse regjia do t'i kishte kostot gati, ne mund t'i shihnim, mund t'i thnim një sy se sa për afërsisht na shkojnë dhe na kushtojnë recetat e sotme, duke filluar me penet me pulë dhe speca për 4 persona, kjo recetë është 480 lekë. Për 4 persona, përbërësit sa po i lexova, që është një kosto e një dreke të bollshme, të shishme, të shëndetshme, me perime mish... Do të thot 120 lekë për person dhe pene me mish. Po. Me fileto pule. Se nëse nuk do të kishin fileton e pulës, sigurisht do të shkoshin akoma dhe më lirë. Po. Prandaj duhen mbajtur makarona divela në shtëpi. Po, është e vërtet që i përdorim qoftë edhe për sallatë, pjesën tjetër që na mbetet. Për çfarë të dëshironi? Mund të zgjemi një salcë të mësuar prej këtij emisioni, këtij këndi gatimi. E rëndësishme është që ne të dim, si thua, të sajojmë, se mund të kemi shumë pak përbërës dhe mund të gatuajmë një super gjellë. Që mund të kemi 2 speca në shtëpi, edhe specën e jeshil dhe specën e kuq, mund të kemi dhe makaronat pene, mund të kemi dhe vajin e ullirit, që janë gjithë përbërës që nuk blihen në qast. Po, janë të konsumuar shumë. Mund të kemi dhe në një copë pull, që kemi ngrëm pullën e na ka mbetur ai gjokë si pulës që zakonisht nuk e përgjejnë, dhe mund të gatuajmë shkëlqyshëm një recetë të tillë, do të mjaftonte vetëm pak pana. Dhe gjithçka është gati. Dhe u bë dhe një recetë tjetër. Dhe një recetë tjetër,
që ndonjëherë mund të riciklohen, mund të jenë në shtëpi se kemi bërë specat, gogozharet, kemi gatuar, nuk është në një prekupacion i madh për të bërë një gatim të tillë. Riciklimi tashmë kur kemi filluar riciklojmë shumë roba në shtëpi, shumë objekte të tjera. Imagjino te kuzhina se çfarë mund t'i bëjmë bukës së thatë. Ne kemi sjell disa herë. Deri në ëmbëlsirë kemi bërë bukën e thatë ëmbëlsirë me bukë të bardhë. Po, është e vërtetë e mbajmë. Dhe që të gjithë ishit kështu, kishit pak se fobi se çfarë do ham ëmbëlsirë, dhe kur vjen puna, aty nuk teproj asnjë. Se ta mendosh që bukën e thatë mund ta bësh me trana, po, që ta bësh dhe ëmbëlsirë, po, është e vërtetë. Shohim pak koston e tortës, kemi përgatitur tortën e kripur sot me kungull dhe me oriz dhe për 4 persona që mund të konsumohet dhe nga 6 persona një tortë e tillë, si kundër edhe gjella, që përgatitëm sot të peneve, kostoja është 400 lek për 4 persona. Përbërësit i keni të shënuar, mund t'i merrni shim për ju që nuk e dëgjuat në pjesën e parë dhe nuk arritët të t'i shënonit përbërësit e tortës, mund t'jetë si pastiqe, se dikush që dëgjon tortë, çfarë është bërë aty, ishte orizi, ishte kungulli i njom, qepa, 3 kokrat e vezës, 150 gram djath pice, 4 lugë gjelle pana, 5 lugë gjelle vaj ulliri, rozmarin, arë moskat dhe piper i zi. U njohë me të dyja kostot e gatimit të sotëm, madje edhe të dyja të gatuhen brenda ditës, po jo në një vakë si kundër e famve. Po, e theksova që në fillim, nuk do rekomandoj asnjëherë që këto 2 receta të bëheshin në një drek, absolutisht. Se cila veç e veç do të mjaftonte një sallatë sipas preferencave tuaja dhe dëshirave tuaja dhe gjithçka kaloj një ditë shkëlqyshëm me kalorit, se duhet të dini një gjë që gjithçka që vjen këtu ka kalorit mjaftueshëm për secilin nga ne për një vakë. Pra që ne të kujdesemi dhe për shëndetin, po dhe të ushqemi shëndetshëm, sepse kjo është një ndërgjegjësim, si të thuash, dhe emisionet e gatimit në fakt janë edhe një lloj, të paktën ne këto kemi moto, të kemi një lloj ndërgjegjësimi për shoqërinë, për anvisat, për zonjat e shtëpisë, që çdo gjë me karar, si të thuash, duke përdorur sa më shumë perime, zarzavatet, Po, unë jam bërë për çikuj. Nuk e di pse. Të kërkoj shumë ndjes, sa hym në transmetim të më jep pak ujë. Ja, siç e shikoj. Falenderoj. Ka filluar tani që lëngu të shterojë dhe nëse ju i dëshironi më të lëngshme, mund të shtojmë edhe lëngun e domateve. Pra, i ndave më veç, enkas për këtë është që të shifnim se të kishim koncentratin e punës edhe... E desha pak domatën që të dukej, por nëse nuk është mundësia, me pure domate mjafton që të jetë mos jetë kremi i bardhë, ketë një çik ngjyrë të trazuar, shkëlqyshëm do të funksiononte. Mirë, ne do t'i lëmë edhe pak minuta në fakt tortës për t'u pjekur. Ka një publicitet tani, në shenjë falenderimi për gjithë bashkëpunëtorët tanë, dhe kur të rikthehemi, ne do të servirim edhe tortën që besoj se është gati, ka marrë aty ngjyrën e duhur të pjekjes dhe më pas edhe penet që kemi përgatitur, që kemi përmbyllur. Pas publicitetit do të bëjmë edhe servirin e të dyja recetave. Jemi rikthyer, kemi serviruar mbi tryez tortën me kungull dhe me oriz, për të cilën na duhet pak kohë për të ftuar në mënyrë që të presim një pjesë dhe pse jo ta shijojmë edhe këtu ne. Sapo e kemi nxjerrë nga fura, ndërkohë do të bëhemi gati për të serviruar edhe penet me pulë dhe speca, por përpara se të bëjmë këtë gjë, do doja që t'ju prezantoja me vlerat e kungullit të njom. I kemi përmbledhur vlerat në një material të shkurtër për të kuptuar dhe ju që vërtet kanë vlera ushqimore kungujt, qoftë këto kungujt që kemi zgjedhur sot ne që kanë këtë ngjyrë njëshile më të errët, qoftë edhe kungujt e tjerë, po edhe kungulli i dimrit për cilën forëm në pjesën e mëparshme, kështu që njihuni dhe ju se çfarë vlerash ushqimore dhe ushqyese për organizmin kanë kungujt. A e dini që kungujt e njom të cilët e kanë origjinën në kontinentin Amerikan janë në të vërtet një frutë botanik ashtu si dhe domatet. Kungujt e njom i përkasin varietetit cucurbita pepoj që përfshin edhe kungujt edhe trangujt. Lulet e kungullit të njom janë të ngrënshëm. Në kulinarin franceze dhe atë italiane do gjeni një sër receta që përfshin këto lule. Por cilat janë vlerat e kungujve të njom? Kungujt e njom kanë pak kalori, ato janë një zëvendësues i mirë për ushqimet e pasura me kalori. Për më tepër, kombinimi i fibrës dhe ujit deri në 95%
që gjenden të kungujt e njom, mbajnë nën kontroll oreksin tuaj, ju ndihmojnë të digjni kalori dhe ju japin shumë energji. Për më tepër, kjo perime është e pasur me antioksidant, vitamin A dhe C. Kungujt e njom ju ndihmojnë me qeskat poshtë syve. Kanë të njëjtin funksion si trangujt për shkak të nivelit të lartë të beta-karotenit dhe vitaminës A dhe C, si dhe zinkut. Këto element ndihmojnë në zhvillimin aktiv të qelizave të syrit duke forcuar shikimin dhe parandaluar problemet me syt që kanë lidhje me moshën. Kungujt e njom janë të pasur me fibër dhe rrjedhimisht ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Nivelet e larta të vitaminës A dhe vitaminës C vonojnë zhvillimin e arteriosklerozës, për më tepër kungujt e njom largojnë toksinat e tepërta nga organizmi. Falë përmbajtjes së lartë të magnezit, kungujt e njom ulin rrezikun e atakut në zemër dhe ishemis. Kungujt e njom përmbajnë acid folik që është thelbësor në shkatrimin e aminoacideve të dëmshme që shkaktojnë atak në zemër dhe tromboz. Kaliumi dhe magnezi që gjenden te kungujt e njom ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në largimin e stresit. Kyçet dhe gjymtyrët e njeriut preken nga inflacioni shkaktuar nga acidi urik në organizëm. Kungujt e njom janë një burim i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe karotenoid anti-inflamator që kundërshtojnë efektet e acidit të tepërt urik. Vitamina C luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e sistemit imunitar dhe zgjidhjen e problemeve respiratore. Kungujt e njom përmbajnë kalcium që ndihmon sistemin nervor të funksionojë më mirë dhe i jep forcë kockave dhe dhëmbëve. Kompleksi i vitaminave B dhe prania e zinkut dhe kaliumit ndihmojnë në shpërbërjen e sheqerit në trup. Fibra dhe pektina janë thelbësore në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Kombinimi i vitaminës B, folatit dhe fibrës luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen larg të diabetit të tipit 2. Edhe lulet e kungullit, si kundër e dëgjuat, mund të përdoren në ushqim, mund të konsumohen. Më pas do të flasim edhe për farat në fund fare, për farat e kungullit të verdhë, sepse kishim një ilaç i mrekullueshëm natyror që mjekësia ka përdorur prej vitesh si ilaç dhe si shërues. Ndërkohë ne kemi pritur deri në fund për të ftohtë. Duhet Ja, po mundohem ta nxjerr me këtë mikë. Meqense është tort, duhet të nxjerr. Për ta servirur tortën tonë me oriz, nuk ka brum, si të thuash, është orizi ai që e lidh dhe që ka qenë, si thuash, baza e tortës, bashkë me përbërësit e tjerë që i kemi përmendur disa herë gjatë kësaj hapësire regatimi, dhe kungulli që është nga perimet e përzgjedhura për ta realizuar këtë recetë. Ja, kjo është dhe pamja nga brenda, duket dhe avulli që është shumë i nxehtë në fakt edhe. Pra pijarit e zonja Vjollca, për ta sjellim këtu përpara të copës. Okej. Kjo është torta jonë e kripur. Ndërkohë kemi serviruar dhe penet, kanë përfunduar, kanë tamam atë trajtën e peneve dhe që me pak lëng, po pres që të ftohet pak. Kujdo që mund ta shofi, le të themi, si foto apo si tani në pamje të parë, do të thotë që me çfarë përbërësi që është bërë, shumë pak përbërës ka. Oriz, kungull, vezë. Dhe suksesi është i garantuar. Nuk është fare merita ime, mjafton që ju orizin ta zjeni vetëm 8 minuta. Do të thotë ta lini mangut 6 minuta të tjera. Ka zjerë shumë mirë orizi, nuk është qullë, është i fortë, në kuptimin është tamam i llogaritur për një gjë të ngurtë, jo të ngurtë fare, por që mua më pëlqen kjo aroma që ka. Çfarë e kemi hedhur se aroma, ne përdorim vetëm rozmarin? Pak fare rozmarin. Pak fare, po nuk e dim, as rozmarin ka një aromë shumë të mirë. Është aroma e kungullit. Është e kungullit, është veza, janë djathi, janë të gjitha. Dhe meritë e djathit është ajo që e lidhë. Po, e kuptova dhe kur e preva me pirun. Besoj se ishte mjaftueshëm për t'ju sjell një ide për drekën e sotme për 2 ditët në vazhdim. Duke qenë se të dyja janë veçe veçe, pra. Mund të shtoni sallatat, njerë rukola, njerë domate. Me një supë për shembull, njëra? Po, shkon. Një supë dhe një sallatë, kush tjetë me thjesht për ju. Ne sugjerimet ju a bëm. Shpresoj që të ushqeni shëndetshëm dhe të gatuani me kaq shumë pasion dhe përkushtim.
kuzhina këtë e ka, do pasion dhe përkushtim që janë dhe përbërësit kryesor. Të falenderoj zonja Vjosa, u kthyer thjesht për të treguar zonjave dhe anvisave tona trajtën që marrin në gatime, se si u realizuan gjatë kësaj hapësire ju, besoj se i keni marrë këto informacione dhe këtë procedurë, dhe ujnë fat në tavolinë dhe gjithçka në rregull. Si gjithmonë nuk na mungon. Balkanu.com po ndiqni portalin lider të informacionit në rubrikën gatimi, sepse gjitha recetat i gjeni aty, ndaj nuk keni më ku të pyesni, mjafton hapni Balkan Webin, është rubrika gatimi që vjen për të gjithë ju, kush di të gatuaj dhe kush nuk di të gatuaj, kush nuk di mëson, kush di përparon, si të thuash, me idet dhe recetat e veta. Ne do të shihemi pas pak së bashku, zonja Vjosa të falenderoj, shihemi nesër në mëngjes me recetat të reja. Miropafsh. Farat e kungullit janë shumë të shëndetshme për organizmin. Ato janë të pasura me vitamina dhe minerale si magnez, mangan, bakër, zink, fibra dhe proteina. Ulin nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Ulin nivelet e glukozës në gjak. Parandalojnë dhe trajtojnë diabetin, ju ndihmojnë të bini në peshë, kanë veti antiinflamatore dhe janë efektive për reduktimin e dhimbjeve nga artriti. Janë të pasura me zink dhe fosfor, si dhe forcojnë shëndetin e kockave. Lehtësojnë simptomat e stresit, lehtësojnë simptomat e menopauzës, përmirësojnë shëndetin e prostatës, rrisin nivelet e testosteronit.